Internet sa njerëz, YouTube sa, unë jam Da Sara në Anjë Report. Tani më thoni pak, e dini se shka ndodhur këtë fillim viti nga jeta sociale? Përgjithsisht në fillim të vitit gjithmonë ka lajme shumë interesante. Gazetarët me zor presin që të kaloj data 2 ose 3 që të vërshojnë për të përcjell ato që janë lajmet më pikante të fillim vitit. Ti mendon se të bën vulgar më shumë një fjalë e keqe se sa të mos respektosh një grua apo mos respektosh nënën? Kur ka qenë qeveria tjetër, kam dalë në skenë dhe kam thënë atë që ndjej unë për atë që po i ndodh këtij vendi. Kam folur për varfërinë, për sheshet në të cilat tallet me varfërinë, po prapë në formë poetike frymzuar nga Migjeni. Kam folur për bukë të mbrojtur të fëmijëve nga mendje të smura dhe më kanë akuzuar që po bëj politik në teatr. Në fakt unë nuk kishte kakje politik. Vetëm këtë herë s'mund të ishte politik sepse ti kryeministri që ju drejtove ju kishte dhënë votën. Ne jemi mësuar pak të marrim gjërat personale. Dhe në qoftë se ty nuk të pëlqen një gjë që nuk po shkon mirë, ndoshta është eko e kohës së verit, ose dhe kjo të bën ndonjëherë të humbasësh identitetin dhe kurajon dhe gjithçfarë ty të përfaqëson si qytetar. Ne kemi frikë të themi një gjë që nuk na shkon poshtë, por kjo nuk do të thotë që ti je armiku im. Bëhet shefi që e the ti në emisionin tim këtë, se më duhet gjithmonë ta them unë vetë. Unë kam bërë një intervistë të shkurtër me një prostitut në trotuar dhe pastaj kam shkuar dhe kam intervistuar një vajzë në një lap dance, ajo është e huaj dhe tregoi pak për realitetin në Shqipëri. Mirë po nuk u përqafua shumë nga opinioni publik. Po fillimet janë që janë vështira gjithmonë. Unë këtë mendim e them se kam pasur fatin që më moshën 19 vjeç të shkoj të studioj në një vend ku këto spektakle ishin vërtet spektakle, ku kishte një dimension historik sepse është një hap më përpara, dhe jo histerikë, po historik, sepse është një hap përpara drejt emancipimit të trupit. Para në prostitucion, është një trup e tërë vajzash, që janë nga më të ndershmet, që janë të fejuara, të martuara, nuk e di që janë artiste të trupit. Trupi tyre përhap një parfum jo egzotik, thjesht, jo sensual, po një parfum shpirtëror, nëse më flas kështu. Do me thënë, është art. Ju sollët një këndvështrim artistik të gjës. Unë do të ndaloj tek ajo që ishte reagimi, sepse në komente të ndryshme, edhe mua që isha intervistuesja dhe gazetarja që po bëja punën time në atë moment, më shanin prostitut dhe sigurisht që mirë s'më erdhi, por instinktivisht, se unë jam katolike, më erdhi në mendje momenti i gjuajtjes me gur që e din të gjithë dhe u kujtova se sa i vjetër është profesioni i prostitutës për të dënuar në Shqipëri, sepse në Shqipëri dënohet me 3 vjet burg. Nëse një grua, mendova unë, në një situatë shumë të vështirë ekonomike, me një fëmijë që nuk di se si ta arrisje, do të preferoja më mirë të mos vidhte dhe të shiste trupin e saj për të ushqyer fëmin. Vendimi im është që përgjigjes për prostitucionin, dhe po flasim për prostitucion, nuk po flasim për performancë artistike, se për mua është performancë artistike. Ndalojmë te prostitucioni, pastaj është përgjegjësinë e ka shoqëria dhe shteti. Sepse unë jam i sigurt që 99.99 të grave që shesin trupin e bën nga halli dhe jo nga malli. 1% ose 1% shumë e vogël mund të jetë për arsye patologjike. Ka qejf të prostituohet, të jetë në qendër vëmendjes, thon psikologët. Kjo është shoqëria. Krijon kushte që këto gratë punojnë, unë besoj që një grua do shkojë të japi vendin e saj më intim që e ruan për kulmin e dashurisë, me atë që do, të shkojë ta shesi kështu lirë shtrenjtë ose shtrenjtë pak rëndësi ka. Unë mendoj që këtu fajin e ka shoqëria. Pikëta s'ka ç'bëj dhe ka fëmijë për të shkojë të shesi trupin e saj, është shumë fyese për trupin e gruas, që është një objekt arti për mua. Për mua është një objekt arti, është një bukuri reale, ka bërë Perëndia ka bërë më të bukur se meshkujt janë gjithë blesh, gjithë ka bërë të lumuar me dhe prap nudo, ka nudo mashkullore që përritorojnë për shumica nudo. Trupi femrës është një mrekulli e natyrës. Tash shoqëria prishte, shteti, shoqëria, si themun, jeta e detyron ta shkatroj këtë trup. Atëherë më mirë çesi trupin ta shkatroj se sa të vjedh ose të bëj krime të tjera. Mua më qelloi të kaloja dhe të shija në trotuar një prostitut në mes të Tiranës. Nëse do ta shihje, çfarë do mendoje? Unë? Ditën apo natën? Natën. Ato nuk dalin kurrë para orës 12 të natës. Po të ishte e mirë do vinte keq. Do të rishtohesha. Internet
Interneca, njerëz, YouTube-sa, unë jam Da Sara në Anjë Report dhe ky është emisioni im i çdo të hënë dhe çdo të enjte për ju. Ashtu si çdo herë, unë nis me probleme sociale emisionin tim, sepse problemi im social për sot është ky bukuroshi im dhe të gjitha kafshët që janë një jetë dhe nuk duhen vrar për 6.000 lekë të vjetra. Shqyr që erdhi momenti i marrjes së masave edhe për fenomenin e gjuetisë në Shqipëri. Le që unë, sa herë që dëgjoj vrasje kafshësh, në mendje më vjen fytyra e këtij ylli tim këtu, por edhe të gjitha kafshëve të pafajshme, të cilat për një arsye apo për një tjetër vriten barbarisht. Super lajmi që tronditi Shqipërinë dhe që më bëhet qefi që të paktën këtë herë e tronditi Shqipërinë ishte vrasja e qenëve të rrugës në Tropoj për 6.000 lekë sipas një urdhri të kryetarit të Bashkisë së Tropojës. Hajde këtu ti, ku shkon? Këtu do rish me mua. Gjuetia e kafshëve pas ka reduktuar shumë numrin e kafshëve në Shqipëri dhe kjo nuk është ndonjë çudi në fakt. Dhe kur e dëgjova këtë lajmin, mendova, prandaj kur shkoja shtetit unë, habite maj shumë kur shikoj kafshë rrugëve. Ketra, shpend të ndryshëm të gjitha llojeve. Lepur i egër, dhelpra apo edhe thëllëza janë zhdukur në Shqipëri. Për mua nuk janë zhdukur, unë i kam gjetur në çdo tavolinë restoranti që kam vajtur për veten time. Shqyr më në fund një qeveri që ndërgjegjësohet edhe për kafshët në vendin tonë. Ministri i Mjedisit, Lefter Koka, ka shpallur për 2 vjet moratoriumin për gjuetinë e kafshëve. Megjithatë, si mendje diabolike që kam, një pyetje më buçet në kokë. Po këto kafshët për shembull që kanë mbetur dhe që shpëtuan prej moratoriumit, po sikur të jenë të njëjtit seks, të jenë vetëm femra dhe vetëm meshkuj, do ngelemi prapë pa kafsh. O çuna, o goca, o njerëz, o interneca, ka pa mat Mariza Ekonomin më në fund në Tiranë? Nuk e di çka ka ndodhur, ku ke qenë ikën, vjen s'presh, mos po qesh ashtu, se është shumë e vështirë të kapësh ty. Kam lëvizur në fakt këto kohë, kam lëvizur goxha edhe tani këto kohë do ri edhe pak në Tiranë, do merrem pak me gjërat e mia, do rikthehem pak në aktivitetet, se edhe kam lënë pak pas dora. Dua të kem atë kohën time, si të qara ato gjërat e mira që bëhen kështu avash, dhe ta marr kështu ushtruar. Të lutem për emisionin tim, tregoj njerëzve që nuk ke vetëm këtë zë, se ata janë shumë të poshtër dhe thonë gjithmonë komentohet zëriot që ti flet kështu. Përshëndetje. Komedia nuk bëhet nga aktorët, komedia luhet nga aktorët, interpretohet, komedia shkruhet nga një shkrimtar. Kjo shfaqje, mos harroni gjë, është luajtur 500 herë. Është një nga shfaqjet rekord në Shqipëri. Juve keni improvizuar aty. Nuk ka teatr që nuk improvizohet. Nuk ka teatr që nuk ose komedierë të cilët nuk shtohen nga aktorët. Jo dhe këtu dhe në botë. Momenti im të çokolladat, edhe fundi nuk ka qenë ky që kemi ne sot. Shtesa e çokolladave me shumicë, ka qenë e imja për shembull. Por kjo s'do thotë ndonjë gjë, ky është një krijim aktoresk. Unë për ta mbyllur me një crescendo më interesante me këtë pikën e që është shtunë këtë dhe unë e bëra në prova direkt për ta parë ka sukses apo jo. Dhe kur e ndërtova atë që nxora çokolladat dhe gjitha në fund fare, ata e pëlqyen shumë, gjithë çfarë pa tha le mbaj kështu tha, edhe u vë pika ashtu. Gjithmonë jemi ngacmuar batuta dhe jashtë shtetit dhe në Evropë biles, ku kanë qenë shqiptarë. Ne kanë parë nga distanca, kanë ardhur në Evropë, domethënë kanë kërkuar, kanë dashur të rinë gojë dhe batuta, që kemi pasur në shumë shtete të beton. Kështu njerëz shqiptar sigurisht, që na gjimoshin nga mbrapa. Na biles kërkonin të jepnin diçka. Në kujtim të kësaj. Besoj se kjo është një kujtim i bukur që po ndan. Edhe kjo ka qenë edhe më shumë, kur shkoshim në shtete të ndryshme, jashtë jo më në Shqipëri që po. Dhe në fshatrat e fundit që shkoshim, në fshat kur na qellonte dhe atje na njihshin. Atje. Kjo është një kënaqësi për një artist. Dhe përpara kësaj, un kam pas një rol tjetër që ka qenë shumë i famshëm para kësaj, ku kam qenë në Fier, un kam qenë aktor në Fier. Ai ishte një rol i një servili që quhej Rushka. Edhe ka qenë shumë i njohur, se mosha jote nuk e njeh, por në moshat e vjetra e njohin shumë atë rol. Edhe e bëj shumë i famshëm si komedi dhe shumë. Edhe ky rol im. Vinin autobusa për shembull, vinin nga Shkodra ku do shkoshin për Saran, ndalonin në teatr dhe donin të pyesin për mua dhe thoshin, "Kshu është dhe në jetë ky? Servil?" Ka bërë ata, "Jo, e thoshin ata, jeta është ndryshe fare." Qën keni bërë një tuf bashk për të festuar 8 marsin, a? Po pse u trembët kaq shumë? Ju që keni bërë shumë të bukura sot. Tani më jeni kaq. Jo, po më që jeni bërë kaq të bukura të dilni pak dhe në televizor. Po ti lëshoja dorën, më mos dil vet, po jo. Dëgjoj pak, më dëgjoj. Më dëgjoj se këto vasat, shisi i ke këto vasat tash? Si të dal po ti i ke shumë bukura. Ha, faleminderit. Nuk i dhuron, a?
Se i do t'i dhurat. Dgjoj, dal më tregon një çik sa bukur që ke veshur. Po shumë bukur me veshur. Faleminderit. Dgjoj. Po ç'nej që si jeni organizuar se për 8 mars? Po dalim me familjen. Me familjen? Po. Po je për shumë moderne, edhe këtë piercing, po. Jeton në Shqipëri? Ja. Jeton jashtë? Po. E po prandaj. Çfarë bë? Turiste. Turiste je jashtë? Jeton jashtë turiste, ha? Mirë që ke lezetshme ti dëgjoj. Jo do ta bëj pyetje të fundit unë dhe pastaj do iki. Ja më bëj një pyetje. Pse keni dalë të festoni pikërisht nga liçeni? So shkancëm. Është kaq kënaqësi e madhe, domosdoshmë. A e di pse festohet 8 marsi? Po themi se po, se ndryshe nuk dinim apo ja. Pse festohet 8 marsi? Mirupafshim. Erdha gjithë qef të kapja. Thash ma mori të keqen kjo goca dhe sikur mos doj të bëj intervist, e kapa ullur, po ti që ke me qenin aty. Si e ke emrin? Klaudia. Klaudia, më dukesh njeriu më modern këtu në liçen që po feston. Çdo lloj oferte që i bëhet ta pranoj, ë? Duhet ta pranoj. Ora, po duhet të kesh kujdes kur flet kështu se dish mendojnë ata atje apo jo. Shiko, mu besoj. Unë thash, më merr ti përdore vit 33 vjeç jam unë, e kupton? Po kishte edhe minorena aty që ishin 17-16 vjeç. Dhe gjendin. Të futën burgëre. Të gjendin. Unë dhe ti, as më tepër ti që di shumë rreth aktivitete në Shqipëri, as më tepër njoh edhe unë, e dim shumë mirë ç'a ndodh. Kështu që janë disa gjëra që e kupton, ne kemi ardhur këtu për të nxjerrë një cilësi, për pa një profesionalizëm shumë më të lartë se ç'kan bërë tjerët, kemi ardhur për bën një ndryshim. Atëherë nuk është se po merremi vetëm me modelingun këtu, kemi edhe garën e DJ-ve, po merremi Garë DJ-sh? edhe po sigurisht. Domethënë është një agjenci super e kompletuar kjo me shumë Normal që gjëra po. brenda, Sigurisht, këtu është një garë DJ-sh që deri tani zyrtarisht janë regjistruar diku ke 20 DJ. Po ti mi modele je? Po. Sfilove ti? Po. Për çfarë sfilove? Për modele. Ku? Për modele ku? Si ku? Tu? Tu je në lokal, ti je në klub. Po, për sfilova. Kaq mjafton, a? Po çfarë ka thënë ajo agjencia që solli këtu? Mirë jeni tani, mirë. Jam mirë dhe tani na ecë në gjithçka. Na ecë, ja, suksese dhe të mëtejshme. Po më duket se s'më dëgjove fare se ç'a thash. Të thash, çfarë do fitosh po fitove, ku do shkosh? Nuk e di, nuk e kemi akoma të qartë. Faleminderit. Njerëz, internet sa YouTube sa, por sidomos ju që jeni shikues të Anje Report, unë jam Da Sara, nga studio e këtij programi. Kisha kohë që nuk mbaja nga këto qëndrimet tipiko, civile, qytetare, këto temat sociale do me thënë që bëj unë. Arsyeja që më solli përsëri këtu në studio, në fakt nuk është shumë e vogël, sigurisht sepse në përgjithësi kur unë merrem dhe trajtoj këto problemet sociale, e kam i hall, e kam i problem. E dini ju, e kam i shqetësim. Po haja dark dhe tek tavolina ngjitur, dëgjova shumë të shqetësuar se tallaxharja e mund, ç'a bën bota shoh. Dëgjova me shumë vëmendje që 2 pronarët e restorantit, burrë e gru domethënë, kishin kaluar një ditë të tmerrshme. I kishte ardhur një letër nga Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror të Punës. Letra ishte një flet thirrje, siç shkruan edhe këtu. Dhe nga mbrapa kishte 15 pika që duhen plotësuar, dokumentacioni që duhet të paraqiste biznesi. Sa herë ndrohen qeverit, ikën lena dhe vjen prena, dokumentacioni dhe çdo gjë tjetër duhet bërë nga e para. Kështu ishte edhe rasti këtyre 2 biznesmenve që kishin kohë që operonin në treg si biznesmen, do me thënë. Ishin 15 pika që duheshin paraqitur në këtë dokumentacion. 1. Autorizim nga punëdhënësi për personin që përfaqëson subjektin. 2. Vendim i regjistrimit në gjykatë ose QKR. 3. Certifikat të organit tatimor, NIPT ose NIPTet. E kështu me radhë që të mos ju alodh shumë kokën, aq më tepër që ju që jeni biznesmen e dini shumë mirë se çfarë janë këto pikat që paraqiten tek këto kërkesat që duhen zbatuar patjetër. Po qëndroj tek këto pikat që përmenda. Për shembull, vendimi i regjistrimit në gjykatë
ose në QKR është online, sepse ajo qeveria që iku, shqyr na shpëtoi nga radhat dhe tani çdo regjistrim i çdo biznesi bëhet online. Kështu, edhe ata të shkretët që nuk dinin ta përdorin internetin apo kompjuterin, si Çeço e mësuan. Edhe niptin e një biznesi e gjen shumë kollaj online nëse do. Megjithatë, unë nuk dua të ndaloj kjo letrare. E mora vetëm si shkas për të kuptuar që na çmendën, na shkatruan, na shkalluan qeverit që hikën lena dhe vjen prena dhe na sjell teorira të reja. Mu kujtua nga ky rast edhe një rast tjetër. Për shembull, kjo qeveria e re na i hoqi furgonat. Sa u lumturova dhe u kënaqa kur mund të udhëtoja e lirë dhe jo me ato të çmendurit që i jepnin si të marr furgonit edhe ti nuk dije nga të shkoje se ai nuk ndiste sinjalin edhe të futesh e rrugës. U lumturova jashtë mase dhe thash, shpëtuam ne që japi makinës. Por, si gjithmonë, çudia më e madhe, vetëm 3 ditë zgjat. Sepse mbas 3 ditësh, e dini se çfarë ndodhi? U shqyen dhe u shkalluan me njëri tjetrin udhëtarët, se nuk kishin një mjet me të cilin të shkonin në vendin e tyre të lindjes, kur kishte ndonjë festa, në fundjavë për shembull, se punojnë në Tiranë të shkretët, po mund të banojnë në qytete të tjera të Shqipërisë. Se shoqërzotit e dini më, punë vetëm Tirana ka, qytetet e tjera kot rrojnë. Dhe kuptova që mbasi iku ky Lena dhe erdhi ky Prena, që shpresova që do të na i rregullonte gjërat dhe do të na i bënte më mirë, i ka kapur në fakt problemet nga maja, jo nga bishti ose nga themeli, merreni si doni. E njëjta gjë edhe me këtë letrën. I shkreti biznes që kishte kaq kohë që operonte në treg. Unë personalisht mendoj që, për shembull, në vend që të merren masa dhe ligje të tjera dhe dokumenta të tjera dhe punë të tjera për bizneset që operojnë tashmë prej vitesh në treg, të merret i çik kryeministri ose kushtë dojër e Lena Prena. Kujt i tako kjo punë? Me problemin thelpsor që është dhe më i madh se vetë biznesi që ka kohë në treg. E dini se kush është? Bizneset e reja. Në Shqipëri, mjafton të kesh 1 milion lek edhe bëhesh biznesmen. Sa aq, ose dhe më pak akoma, kushton të regjistrohesh në QKR dhe je bë biznesmene. A je i zoti, ta qosh biznesin për para apo jo? Kjo është histori tjetër. Ama, çdo njeri mund të bëhet biznesmen në Shqipëri. E keni vënë re që në një lagje ka 5 parukeri, 7 restorante, diskoteka kemi 70 vetëm në Tiranë. Se jo për gjë, po ikën djali jashtë shtetit, nona është tunet në shtëpi, nona është grua e re, ka fuqi akoma, i sjell djali nga jashtë shtetit ca lek, e në nona çohet i ditë bukur mjes edhe thot, ata hap edhe unë i biznese dhe 50 vjeçe kujtohet të bëj një parukeri dhe bëhet parukjere nona. Megjithatë, në përgjithësi këto nonat hapin kafenera ose dyqane rrobash. Dhe biznesi, po ta vini re, çdo biznes në Shqipëri është më i suksesshëm, më i miri dhe mallra si ato që kanë të gjitha ato bizneset, nuk ka asnjë biznes tjetër. I dashur Xhaxhi kryeministër, të lutem, mos na bë të mendojmë që iku Lena dhe po vjen Prena. Kapi problemin edhe zgjidhe nga rrënja, nga themeli, ose nga dushti vetëm kape. Beh, penso che il sesso lo fanno tutti, si può fare, può anche non essere così tanto tabù, perché ci sono modi e modi, fin quando nessuno violenta i bambini e diventa una forma di trasgressione, di divertimento, perché no? Poi alla fiera faremo degli spettacoli erotici, penso che potranno entrare solo i maggiorenni e sarà proprio uno spettacolo in generale. Io sono nata come pornostar. Poi, dopo 5 anni più o meno, anzi 5 anni fa, ho smesso di fare i film ma ho continuato a fare l'ospite nelle discoteche, nei vari locali di lap dance, quelli più rinomati, a fare proprio lo spettacolo e l'ospitata in quanto personaggio di richiamo per questi posti. Quindi rimango con l'etichetta di pornostar e attualmente sto studiando psicologia per poi specializzarmi in sessuologia, perché ritengo che a un certo punto mi piace anche avere un titolo e cambiare, lasciamo spazio alle ragazze più giovani. Una cosa che tu lo fai perché stai interpretandola. Esatto, a volte c'è poco, poi ci sono i film, quelli di basso, di medio, di alto livello, come le case di produzione, di serie ce ne sono solo 2. Secondo me, una terza così, ma non gli faccio pubblicità a nessuna. Originalia, hit e bona, delizia, hit e bona, originalia,
dhe krah. Më tregoni diçka. Originalia, hitit e bona, dhe delicia, hitit e bona. E di pëlqen kjo, këtë mare këtë lë. Më tregoni pak si u bët bashk ju. Pra, ka qenë një hit i padiskutueshëm kënga e Marselit me Sabianin, por sigurisht që edhe prezenca e Kallashit i ka dhënë një tjetër këngës. Po, absolutisht që Kallashi e bëri performancën e saj në zonën e lirë, ka që kënga i pëlqente. Kështu që aty e mori goditjen. Mori bumin dhe pastaj ju e bët këtë xhirim bashk? Po ka qenë një reagim kështu në YouTube, 200.000 klikime janë shtuar brenda 4 orëve, ka qenë një... Prej kësaj. E Kallashit. Kallashi, shikon te kamera Kallashi. Mirë, edhe pastaj kjo ishte ajo që ju bëri juve bashk. Po, kur dëgjove propozimin e Sabianit dhe Marselit, cilët janë të dy të pandashëm gjithmonë tani në këtë jetën profesionale, muzikore, si e pritet ti? Unë e prita shumë mirë, sepse kur doli kënga e Sabianit dhe Marselit në YouTube, unë e pëlqeva shumë. Pa thënë këtë që do bëjmë videoklip, unë e kisha mendjen të kënga që më pëlqente shumë. Kështu që gjete vetëm me një herë shumë natyrshëm. Po. Sa ndikoi kjo pastaj tek ty? Tek fama jote, tek publiku i Kallashit? Kjo ndikoi shumë. Shumë. Çfarë bëri? Si u shtua më shumë interesi? Më bëri çik përshtypje se ishte zila e telefonit kështu si ata trenat. Si ambulant. Fal. Jo, e gjithë ideja është 2 foto postova të tuat, unë kam faqen time publike, kam faqen e Facebookut, edhe ajo me 5.000 friendsa nuk kam ku t'i qoj më shumë se aq, edhe pate një interes pa parë publikimi atyre 2 fotove. Je ndërgjegjshme për këtë lloj suksesi kështu? Po, shumë. Katastrofë po duke. Keq, Katastrofë po dukem unë, po si mos dukem unë katastrofë për para Kallashit. Ti po i shtrikët i kapa ato flokët i dhash në dorë. Jo, dëgjoj, me që mu kujtua dhe kjo pjesa, se flokë kemi këtu të shkulemi të tërë, sa të duash. Mua si s'mi dha. Ore, gjysma ti ke rruar, që ke bërë? Kam 20 vjet që i rruaj. Po pse janë shumë për ndryshe sa ti? Po janë shumë, se ngjaja kështu pastaj. Dëgjoj, pa i Marseli aty me të dashurën flet apo? Jo. A je vërtet në karakter kaq femër e egër sa prezantohesh në publik apo në të vërtet je ndryshe? Originalia, hit e bona, delicia, hit e bona. What's up talent, muzika takta, e un pacient. Unë gjithëm lartë sot, po në gjithë në lartë sot, e bojnë non-stop, dhe prapon top. Apo pëlqen